Vllaznia nuk ka shkuar më shumë se një barazim pa gola në përballjen ndaj Dinamos me sfidën që u mbyll me rezultatin 0-0. Një ndeshje e balancuar me pak raste të pastra shënimi dhe me mbrojtje që dominuan nga repartet sulmuese. Të dyja skuadrat tentuan të gjenin golin, por pa konkretizim në zonën finale. Trajneri i vllaznisë Edi Martini theksoi se ndihet i keqardhur për barazimin përballë Dinamos. Më vjen keq, megjithatë kontrolluam lojën, kemi muajt topin shumë herë 61% me 39% kemi dominu në muajtin e topit. Normalisht na mungoi goli, në pjesën e parë bëm disa gabime që ku ja fal me topin Dinamos që na rrezikoi, mund të na kishte shënu. Nuk ishim aty ku ne jemi mësuar me kanë, po megjithatë humbëm shumë raste, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë, kështu që më vjen keq, me 2 pikë sot, po ecim para. Tashmë vllaznia ngjitet në kuotën e 53 pikëve dhe ruan kreun e renditjes, teksa po aq pikë ka edhe Elbasani.